Problem është numri I aborteve në moshat e reja. Kishim një nxënëse këtu e cila u drejtua për problemin e një shtatzanie, sigurisht që I dhash ndihmën time, ata vinë për të marrë vazhdimisht informacion dhe këshillim, sidomos këshillime, në fushën e infeksioneve seksualisht të transmetueshme dhe të kontraceptive, domethënë vinë. Qindra të rinj në gjithë vendin janë pjesë e rrjetit të vullnetarëve të trajnuar nga UNFPA, jo vetëm për çështjet e shëndetit seksual dhe riprodhues, por edhe për komunikim, menaxhim, pra për aftësimin për jetën. Cindy, Ada, Diego janë disa nga vullnetarët e klubit të shëndetit të trajnuar nga UNFPA. Ata janë pjesë e rrjeteve dhe qendrave të ndryshme rinore. Trajnimet nuk kanë qenë të pakta, kam pasur goxha trajnime jo vetëm me doktoreshën e shkollës tonë, kam pasur trajnime edhe me qendrën rinore Po, e cila bashkëpunon me IPPF-n. Kam pasur trajnime të cilat të quhen trajnime bashkëmoshatare, pra informacionet përcillen nga moshatarët tanë. Është e rëndësishme që të gjithë të rinjt të informohen, duke parë se problemi më I madh për momentin është që sidomos abortet tek moshat e reja janë rritur së tepërmi. Normalisht ka pasur persona të cilët hezitojnë, por si përfundime kanë gjetur ndihmën pranë kabinetit shkollës tonë me doktoreshën apo qoftë edhe qendra të tjera të specializuara. E rëndësishme është që ata ta marrin informacionin se ku mund të shkojnë, sepse problemi kryesor qëndron se ata nuk e dinë se ku duhet të drejtohen për të marrë një informacion. Interneti, shoqëria, media, duket se mbeten burimet kryesore të informimit për një pjesë të madhe të rinjve. Kjo sjell keq informim dhe shtatzani të padëshiruar. Numri I vajzave të reja që abortojnë është në rritje dhe këshillimi I saktë I tyre është shumë I rëndësishëm. Dy vullnetarët e qendrave rinore të trajnuar nga UNFPA, Margjino Starova nga Vlora dhe Blerta Shehu, dëshmojnë për rëndësinë e marrjes së saktë të informacionit nga të rinjt mbi shëndetin riprodhues që në sistemin nëntëvjeçar e deri në universitet. Shumica të rinjve dhe unë vetë jemi të informuar pjesërisht mbi metodat kontraceptive dhe shëndetin seksual dhe riprodhues. Shumica e tyre njohin vetëm kondomin si metodë kontraceptive, kurse metodat e tjera nuk I njohin dhe as nuk I përdorin fare. Është më lehtë të komunikosh midis të rinjve si bashkëmoshatar. Një pjesë e madhe I kanë informacionet vetëm prej internetit ose mediave. Shumica e këtyre informacioneve janë të gabuara dhe disa prej tyre nuk janë të plota. Problemet e tyre janë sëmundje të organeve riprodhuese. Gjithashtu kemi pasur raste me shtatzani të padëshirueshme të cilat po përsëriten shpesh kohët e fundit. Në shkolla mungojnë ai informacioni gjithëpërfshirës në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues. Shpërndarja e informacionit bëhet që nga shkollat nëntëvjeçare, ashtu edhe tek gjimnazet, ashtu edhe tek universitetet. Ne pra përpiqemi që të marrim edhe të prekim çdo grup të rinj, duke filluar që nga moshat më të vogla e deri tek universitetet. Rastet e HIV-it në Shqipëri në këto 5 muajt e fundit kanë qenë shumë alarmuese. Po kthehet sifilisi dhe gonorea. Mosha e marrëdhënieve seksuale sa ka ardhur edhe është mungon ofrimi I këtyre shërbimeve miqësore për të rinj. Domethënë janë qendra dhe mund të trajtojnë njësoj si një grua që shkon për një vizitë, ashtu edhe një të rinj. Ndërkohë që të rinjt kanë nevojë për më shumë siguri, duke qenë se përballen ndoshta për herë të parë me probleme që ato nuk janë përballur më parë. Kanë nevojë për një sjellje nga ana e ofruesve të shërbimit shumë miqësor, në mënyrë që ato të arrijnë të shprehen dhe të japin informacionin dhe të kërkojnë informacionin që ato kanë nevojë që të ruhet konfidencialiteti, përdorin më shumë masa mbrojtëse se përdornin dikur, janë më të informuar, po pra problemi qëndron, nevoja për ndërgjegjësim qëndron. Ministria e Arsimit, mbështetur nga UNFPA dhe në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe ekspertë të fushës, parashikon kurrikulën e edukimit për shëndetin riprodhues dhe seksual në sistemin parauniversitar, një lëndë e cila do t'u jap adoleshentëve shqiptar informacion të saktë dhe praktik për shëndetin e tyre riprodhues dhe seksual dhe për mbrojtje sa më të sigurt.